Jetë e rallin me Selanikut, bashkë me miqtë e mi. Ja ku jam. Nuk po e tregoj se ka kam tjetër me vete. Kemi ardhur në Selanik. Edhe jemi shumë të rritur për rrugës. Jena ndojnë rastisht me një vend. Po. Edhe që më një përshtypja e gjenë. Po. Se shatë të mënyra. Po. Edhe janë gjitha shtetit që mund është me pas në gjuhë. Edhe rastisht e gjeta edhe Shqiponjën tonë. Një diçka që realisht unë kam qenë në Zvicër, në Selanik para 20 viteve, 22 viteve. Dhe në atë kohë nuk ka bo vaki me pas meny në mes qytetit Selanikut me gjuhën shqipe. Sot pas ka ndryshu mendimi, që ka menyja edhe me flamurin kuqëzi, me flamurin shqiptar. Nëjse mo, po të regoj eksperiencë nga vizita dhe qaj pjenë kësaj ditë për vizite? Vikendi, po me hama ma spjego me Valmine se më ka ik. Nga Selaniku, një vend ku kam kaluar një kohë para 22 viteve. Sot pas 22 viteve kam dëshirë me ditë çfarë ka ndryshe në këtë qytet apo në këtë shtet të Greqisë. Për 2 ditë do të tregojna se ç'kena me kalu. Për 2 ditë do t'tregojna. Sot është e premte, nesër është shtune, sonte sta buzukja, ela sto papu, Nuk e mora vesh për çka ka thënë. Ja, s'jam e këtu, po ti sa po. Ta shohim si po kalojmë, ju tregojmë. Rrini me neve. Burek. Ne porositem një byrek në fakt Valmira, edhe na sollën një suflaqi. Kjo do të thotë që nuk di me po byrek, ta vetëm suflaqe di me po. Adem? Se kanë iden fare, po. Se kanë iden fare. Edhe këtu që ka shumë interesant, në fakt, ja shikoje. Platia, ju thojnë greket. Ne i themi shesh apo qendër. Ja. Problemi është se këtu vetëm taverna ka. Taverna janë restorantet që quhen, po, në fakt ta i quhen taverna dhe ushqimi në taverna është vetëm salat, suflaqe, kebaba, ku diun gjitha këto, por nuk ka kështu ushqim, për shembull, në qoftë se kërkojmë entrecot, biftek, gjëra si që jemi mësuar t'i ham në restorante të mira, në Kosovë apo në Shqipëri. Më në fund të gjetëm një, qa është kjo? Qa shkru në të vëllat? Si miqi? Që fare, po më do këti Selanikit këta. Ja ku erdhëm këtu. Poshtë labe. Poshtë labe. Mira, sot kesh? Ja, mirë. Nuk është kesh. Bukur. Momentalisht ta shohim si do bëhet atmosfera më vonë. Lypem buzuki, por nuk e gjetëm dot. Sonte është të premte, nesër shtunën ka mundësi me gjetë buzuki. Sonte bërim këtu herën të barin këtu. Si miki. Më në fund të kemi gjetë me Ademi një lokal shumë mirë, një bar këtu në Selanik. Po për shkak të muzikës nuk mundem me bo video brenda sepse na bllokon copyright. Dolëm për jashtë me dhjes një javë dhe mirë është, nuk është keq. Ja, mirë. Mirë është, nuk është. Që vend jam mirë. Po. Nesër buzuki apo jo? Absolut. Quiero nada. Quiero nada. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να μου λες όπως μ' αγαπάς. Sa mbarum nejën që i thojnë edhe tash po shkojmë flejmë gjumë nesër ditë e re na pak e re. Vazhdojmë me jetën e reale, çfarë do ndodhi nesër. Kaluam shumë bukur sonte. Ja, Valmira Xhani këtu e bën zemrën për gjithë shikuesit e Polship Show. Bashkë me këtë atë pëlqej mramja sonte? Shumë.
Bravo, bravo. Kta që kena kënda. Shumë e bukur. Shumë mbrëmje e bukur ka qenë sonte. Mora fjale, mora markun e mora qarkun me thurkong. Me thurkong bash legjendari ti këndojmë. Ti këndoj Adem Jashari, ti këndojmë. Tash sa vjet se shepre kazin dhe reqakun. Tash sa vjet se Srebrenicën. Tash sa vjet dhe Mitrovicën. Tash sa vjet. Respekt për gjithë! Dita e dytë në Selanik. Ja ku është vendi ku ndodhem momentalisht. Ja ku është deti, ja dhe hoteli ku kemi qëndruar mbrëmë dhe sonte. Dhe po pres që të dalin edhe shoqënia. Edhe do të shkojmë sot pak në Khalkidiki. Mallaka në Khalkidiki do shkojmë tash, ta vizitojmë pak edhe pastaj do kthehemi përsëri në darkë këtu edhe do gjejmë një buzuki. Hela.